Një përplasje e fort verbale u shënua në kuvend mes kryedemokratit Sali Berisha dhe deputetit të Partisë Socialiste Erjon Braçes. Braçe tha se dhe qeveria e mëhershme nuk ka ndihmuar as fermerët dhe as qytetarët, por se punonte për të pasurit. Duke folur për modelin e taksave, Braçe tha se tarifa fikse e akcizës dhe taksa e qarkullimit të nafta janë produkte të qeverisë Berisha. Kam denoncuar në mënyrën më të përsëritur taksen më të lartë në botë mbi litrin e naftës. Taksen më të lartë në planet mbi litrin e naftës. Bëj një check-up, gjej një vend tjetër të ketë taksën e Shqipërisë. Spari. Së dyti, pasi të normalizohet taksa, jam 100% dakord të nxirret çdo përgjegjësi e tregtarëve. Por, në qoftë se ti vën një taks ku marzhi i fitimit të atij që tregton naftën është më i ulët se sa aty në Maqedoni, jo, s'po bëj avokatin, po bëj të vërtetën unë. Po bëj, shiko. Gjatë qeverisë sime ka patur 32 licenca nafte. 32 licenca nafte, por nuk ka patur 400.000 ton kontrabandë qeveritare nafte. Gjatë asaj periude, ka patur 400.000 automjete dhe janë zhdoganuar 650-720.000 ton naftë. Dhe prodhoheshin në vend 200.000 ton naftë në Ballsh. Po, kurse sot 400.000 ton vinë nga Libia, po kush i merr ato mor? Dhe unë prisja që ti sot, po të mos ishe hipokrit si që jetë filloje grevë në Uris këtu, për çmimin e naftës për fermerët. Kreu i Partisë Demokratike ju kundërpërgjigj duke i thënë se në kohën e qeverisjes së PD-s ka pasur më shumë licenca nafte dhe se taksat u rritën në qeverisjen socialiste. Berisha u shpreh se s'ka asnjë vend në Europë dhe në botë me taksën 1.1 euro për litër nafte. Po të flasim për modelin e taksave, është ai që ju thash atje. Modeli i taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Bi një model të gjetur, kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shumë e thjeshtë. Gjermania, jo pa akcizë, po pa lek fare. Pas debateve fillestare, Braço u zhvendos te vendi ku qëndron kryetari i PD-s, i cili kërkoi t'i tregonte shifrat e çmimeve të naftës në disa vende europiane për t'i krahasuar me ato shqiptare. Sepse varfëria nuk bën zhurmë, nuk ka skenë, nuk ka dritë. Në Shqipëri nuk jemi më përballë një shteti të dobët, po përballë një shteti të deformuar në thelb, kur ligji përdoret si mjet për të mbrojtur pushtetin dhe jo